Avokat, po ne kemi që ti mund të shkosh në SBA dhe me një foto, po themi siç ka qenë kur ishte fushata, me Donald Trumpin, ti duhet paguash që të dilje në një foto me Donald Trumpin. Dhe aty mund shkëmbej një 5 minutë, po themi bisedë me atë. Po dhe ti e pagun. Po kjo kujt i vlen? Ndoshta mund t'i vlej një, po themi, Berishës, i cili në një X populli shqiptar i vlen kjo. Të lutem, populli shqiptar i vlen kjo. Kjo duhet parë, avokat. Jo duhet parë, më thuaj, po jo. S'ka ty. Duhet parë, sepse s'kemi shohim, nuk bën në këtë mënyrë takimin me presidentin e Amerikës. Dhe me shtetin Amerikan, dhe me ministrin e jashtëm, me sekretarin e shtetit. Që janë këto mërë? Që janë këto lloj takime kështu më? Këta e korupcioni gjallë, këta e mërë kanë. Të më thuash mua ati do vetë të paguaj sa para të bëj një lobim, do gjej miq atje, do paguajnë lek ata që unë vetë të bëj një foto me presidentin. E përse më duhet fotografia me presidentin? Për të thënë që presidenti më do mua? Jo, zotri, jo, nuk është kështu. Jo, zotri, jo. Politika, marketingu është avokat. Jo, politika nuk është biznes. Politika është marrëdhënie ndërshetërore midis qeverive të dy vendeve apo të X vendeve dhe ndërtim i të gjithë punës që do të bëjnë për marrëvajtjen e tregtisë, të interesave reciproke, të interesave geopolitike, dhe nuk është që të vetë të bëj një fotografi me Trumpin unë edhe tani unë jam i pari i vendit, e shikoni humorese unë do t'ju shkel juve sa më do qefi se kam miqësi me Trumpin, jo zotri, nuk është kështu. Avokat, në një nga pikat e kontratës, që është nënshkruar dhe kontrata po themi është publike, thuaj që kompania lobuese do të loboj që të ketë, po themi, zyrtar Partisë Demokratike të kenë takime me zyrtar të lartë të administratës së Donald Trumpit. Pjesë e kompanisë është edhe shefi e kabinetit e Donald Trumpit. Këto lloj lobimesh unë i neveris. I hedh poshtë me neveri. Këta e korupcioni pastër fare. Po i vënë emri lobim. Ky është korupcioni pastër fare. Çka bërë më shumë me Gonigalli? S'ka bërë më shumë. Do sa dhe më pak. Ne pra te po e kritikojme Edi Ramën. Se s'na ka vrarë babën. Por, për këto pislëqe që bën me Gonigalli, të njëta gjë po i bëjnë ta me palë tjetër. Pse më kështu, për këtë kështu janë ndërtuar marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo është Amerika? Jo, zotrin, nuk është se kjo është Amerika. Jo. Avokat, po në këtë proces ka dy palë. Pra është pala shqiptare dhe pala amerikane. Ore, pala shqiptare vetë lypën, lypës është. Lypës nga ata të rrugëve është. Unë them palën amerikane që është shtetë serioze, është superfuqi e botës. Po si shpjegoj që e pranon këtë gjë? Nuk e di, nuk e besoj që ta ketë pranuar. Këtë se besoj, e thonë ju. Jo, po është kontrata. E thotë Shqipëri, cila kontratë, me kë? Është kontrata me kompani lobuese. Është me kompani, zotri, po e kompanisë me shtetin Amerikan. Po pra, por nëse kompania zotohet që në muajt e mars... Zotime ti mbaj për vete, të merr paratë e thot miru pafshi. Është një procedurë dhe është një, po themi, precedent që është ndjekur edhe më përpara. Që kompanitë kanë dhënë lek, lobuese dhe pastaj janë mundsuar dhe takime të ndryshme me zyrtar amerikan. Edhe njëherë, për të mos e përsëris, lobim për të takuar me zyrtar amerikan për të fituar pozita dhe për të fituar autoritet në shteti shqiptar, si që ka bërë Fatmir me Diu bje fjala, me disa raste që thotaj kam bërë fotografi me atë, fotografi me këtë, këto janë të turpshme dhe të dënushme nga unë si qytetar, si avokat, si jurist. Që janë këto lobime që më thua mua ti, kam bërë një marrëveshje me një kompani, që ajo kompani ka mundësi të ndërhyjë tek shteti Amerikan që unë të takoj presidentin. Kështu u tako ka presidenti Amerikan me këta? Pra do të thotë që ato para që merr kjo kompania, kjo merr 1/10 të tjera ti merr shteti Amerikan, merr presidenti, apo deep state. Ore zotëri, nuk punon kështu Amerika, nuk përzihet Amerika në tilla pislëqe. Që ose ndodh avokat? Nuk ndodh ajo. Nuk besoj, është propagandë këtu, është mashtrim i këtyre banditëve që avokat, qeverisë Shqipërinë. Sipas kësaj kontrate lobuese të nënshkruar nga Partia Demokratike, në një të ardhme jo të largët, Sali Berisha fiton procesin dhe i hiqet non grata, rikthehet dhe bëhet kryeministër. Mirë neve.
Dhe mirë bota që do besoj pastaj te Amerika. Nëse Amerika I heq non gratën në këtë mënyrë siç pretendojnë këta, që pas kanë bërë një kontratë me një kompani lobuse. Ore, kompanias private, zotëri, ku e keni atë lasivitën, atë derrin e zi që në Amerika, që tha jam zëdhën si Amerikës. Gënjejnë të tërë ditën, po va them unë të nderuar qytetarë shqiptar, po I shikoj direkt në kamera. Ju gënjen, ju demokratët e ndershëm, ju që keni mbetur, e keni matur bulevardin me pëllëm bashkë me mua, deri në 2017. Ju, mos e besoni këtë pislëk që po u servir Sali Berisha apo si e ka I Noka, Flamur Noka. Jo, zotëri, jo. Këto janë mashtrime që I bëjnë këta. Nuk besoj që Amerika të bëjë të tilla pislëqe. Garantori që ishte I kësaj kontrate është një shqiptar amerikan. A besoni që, po themi, ky shqiptar amerikan është me të vërtetë që ka dalë garantor dhe është I aftë të paguajë këtë shumë garante që është vendosur, apo kjo është, po themi, një lloj gjetje për të shmangur, po themi, deklarime që mund të detyrohet PD-ja të bëjë në KQZ. Nga të dhënat e mia ka di që janë mbi 7 deputet të Partisë Demokratike që kanë biznese miliona dollarësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në emra të kushërive të tyre apo të njerëzve të tyre. Kjo kompania ose ky personi që ka deklaruar dhe që ka mundësi të paguajë 6 milion dollar, duhet I thotë shtetit shqiptar dhe shtetit amerikan origjinën e këtyre parave dhe kaq e thjeshtë. Origjinën nga I gjeti? Ku I gjeti këtë para? Kush është ky miliarder, milioner shqiptar që dhën ka një dorë 6 milion dollar për të hequr Sali Berishës non gratën? Dhe përse duhet hequr non grata ata marrin vesh? Përse? Që Sali Berisha bëhet prap kryeministër? Po jo, zotri, nuk do bëhet prap kryeministër. Mos e shpreso, zoti Sali, nuk do bëhesh më kryeministër. Nuk kthehet ujë prap ande nga ka rrjedhur. Avokat, ka pasur një reagim ditën e sotme të Richard Grenell, një personazh shumë afër Donald Trump dhe po ashtu edhe të djalit të Donald Trump, lidhur me një lajm që është publikuar nga media shqiptare, se Ramës I është anulluar një takim me djalin e Donald Trump I cili ishte për vizitë në Serbi. Të dy kanë reaguar duke e mohuar si lajm, duke e thënë që lajmi është I pavërtetë. Këto janë qesharake në politikë në një shteti dhe për burra shteti, për faqësues shteti, se s'është burr shteti Edi Rama, këto janë qesharake, janë të turpshme. Por zotëri, do vesh të takosh maçin e Trumpit ti për të bërë politikë në Shqipëri. Kush është djali I Trumpit? Qa funksioni ka në shtetin Amerikan? Zyrtar. Ka ndonjë funksion? Jo. Përse I duhet? Që të korruptojë të jati nëpërmjet të birit, që janë këto mërë, këto janë pislëqet që I kanë bërë këta, I kanë pasur në modë, që nga 41-shi që krijuan partinë komuniste Mgosha me Popovicin, dhe ashtu I kanë bërë marrëveshjet të rjetën. Kërcisin çizmet e Garashaninit këtu në kone miqësisë shqiptare-jugoslave, ku nuk flitej për flamurin shqiptar apo për pavarësinë apo për Ismail Qemalin. Këtë punë kanë bërë këta të rjetën, gënjejnë. Po është e pamundur të ndodhë kjo me amerikanët. Pse përhapen këto lajme? Gënjejnë, mashtrojnë simpatizantë të tyre. Është e thjeshtë. Ja shikoj ti që I ke këtu. Përse vjen këta pas tyre? Përse vjen? Të më thonë mua. Unë kam mbështetur Partinë Demokratike në protesta, me mendimin dhe me besimin që Partia Demokratike do punonte për mirëqenien dhe për rritjen e ekonomisë në Shqipëri. Sa mora vesh, pislëqet që janë bërë gjatë viteve 92, 97, po që I mora vesh tani zyrtarisë nuk thuheshin, atëherë unë them nuk mos ja pafshabojnë. Të njëjtën gjë duhet bëjnë të gjithë shqiptarët e ndershëm që duan të bëhet Shqipëria. Nuk bëhet Shqipëria me lobime, o njerëz. Shqipëria bëhet me punë dhe me desh dhe marrëdhënie direkte korrekte. Unë di që edhe njerë do të kthem politikës amerikane, ose shpifjeve që bëhen në emër të politikës amerikane, u them që këto nuk do bëhen, këto pislëqe që thonë këta.
dhe nuk do ketë lobim dhe kthim heqjet e non gratës Sali Berishës. Nuk do t'i hiqet, më në kot lodhen. Kot lodhen. Nuk do t'i hiqet. Janë mashtrime që i thonë për të mbajtur njerëzit rreth vetes. Nuk është e vërtet. Kështu. Avokat, si po e shikoni fushatën elektorale? Më turp s'ka ku shkon më, si gjithmonë. Po mungojnë ato sazet që na vinin në kohën e Enverit, në orën 5:30 të mëngjesit, fillonin sazet këtu te ky sheshi që shefti këtu, balonte gërneta dhe daullja dhe vinin ata të kryesisë frontit derë më derë shpejt se na e kaloi bloku tjetër, shpejt shkoni votoni se votuan më përpara ata, ca turpe që s'kishim që bënim se ishim detyruar, ishim në burg të matë. Tani s'ka më nga ato. Këta dhe të vazhdojnë të bëjnë ato që kanë bërë tërë jetën, mashtrimet që kanë bërë tërë jetën, ne s'kemi që bëjmë, janë në pushtet, të dy palët janë në pushtet, se opozita është pushtet, zotëri, opozita nuk është mas amorfe, është parti në pushtet dhe opozita. Bashkë qeverisin. Dhe bashkë kanë qeverisur deri tani. I kanë bashkë grattaciellet dhe kullat.